Policia e Tiranës ka mbyllur një call center me 36 punonjës pasi dyshohen se kanë mashtruar qindra qytetar të Bashkimit Evropian nëpërmjet bursave fiktive. Në pranga u vu kesi përgjigje administratori call centerit në rrugën Bardhok Biba, ku brenda ambienteve u gjetën 65.000 euro. Gjithashtu në pranga u vu edhe Marius Hysa, të cilit në banesë janë gjetur 41.000 euro dhe 700.000 lek, të cilat dyshohet se janë përfituar nga miku i tij kesi përgjigji. Po ashtu policia ka proceduar penalisht 38 shtetas të punësuar në këtë call center. Në ambientet e call centerit policia sekuestroi edhe një tabel grafikësh ku synohej që shumë e përfituar nëpërmjet mashtrimit të kapte vlerën e 1.5 milion eurove brenda muajit tetor. Këta persona nëpërmjet telefonatave kontaktonin qytetar të Bashkimit Evropian duke i ftuar të investonin në bursa online. Fillimisht atyre u jepeshin fitime të vogla në mënyrë që të kryenin investime mijëra euroshe, por në fakt fitimet sipas policisë nuk kanë qenë kur reale, pasi të gjitha parata investuara kalonin në llogaritë e punonjësve të këtij call centeri. Dy të arrestuarit dhe 36 të proceduarit penalisht sipas policisë dyshohen për 5 vepra penale, ku më të rëndat janë ato të mashtrimit me pasoja të rënda dhe pastrimi i parave.